Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall. Paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi dërguarin ton të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po vazhdojmë sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall me shkakun e radhës deri në fund. Prej shkaqeve që i kemi përmend se i ka cekur dhe i ka përmendur dietari i njohur Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, nga shkaqe që na ndihmojnë dhe na shpihen deri te dashuria e Allahut Azza wa Jall. Normalisht të arish deri tek shkalla që Allahu më dasht, të arish deri tek shkalla që edhe ti ta duash Allahun xhallahu ala sinqerisht, nuk është kjo një vepër që e bën gjatë ditës dhe merr fund, apo nuk është një sezon e caktuar që besimtari e kalon dhe merr fund. Mirë po, të arrish në gradat e larta që dën Allahu xhallahu ala, do të thotë që të bëhesh nga ata që i dën Zoti i mëdhenuar, që të bëhesh nga ata që përmendet me të mirë tek Allahu Azza wa Jall, te krijesat e tij. Kjo është një projekt jetësor, projekt i jetës, që besimtari vazhdimisht investon në të dhe gjithmonë e sheh veten e tij se është i mangët këtë drejtim, duhet ende të investon, dhe po të kishte jetë edhe 3 fish, edhe 4 fish, sa i ka dhënë Allahu xhallahu ala jetë në këtë botë, do të kishte vazhdimisht çka të shtonte në këtë projekt. Nëse kështu të kemi kuptuar këtë, atër ajo që është thënë dhe ajo që ka mbetur të thuhet mund të shërben me të vërtetë si një hartë përmes të cilës ne ecim drejt Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye, shkaku i sëntëm që është me të vërtetë është, sikur se e ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah, nga më të çuditshmet, nga më të rëndësishmet, nga më me peshë që kanë për besimtarin në jetën e tij. Shkaku që sonte do të flas për të me lejen e Allahut Azza wa Jall është shumë i gjerë dhe përfshin aspekte të shumta. Mirë po, ne nuk kemi mundësi që të flasim gjerësisht për te, nga se jemi duke folur për shkaqet që na shpijnë deri tek dashuria e Allahut Azza wa Jall. Dhe këto shkaqe janë 10, sikur si ka numëruar Ibn Qayyim rahimahullah. Dhe ju jeni mësuar deri më tani që çdo shkaku t'ia kushtojmë një natë, një ligjërat. Dhe kështu kemi vazhduar. Andaj ka qenë do të e domosdoshme që mos zgjerohemi tepër, mirë po që të përmbledh ajo që është më e rëndësishme. Kur e them këtë, kam për qëllim të them se ajo që ka është përgatit do të është bajagi do të e ngarkuar me pika, me nën pika, me ndarje, mirë po sikur që ju thash, nuk guxon asesi të përfundon me sonte. Nëse përfundon ligjërimi i kësaj sonte, nuk guxon për neve të përfundon sonte. Por duhet çdo kush për neve ta merr dhe pastaj ta zbërthon në fleta, për ta bërë projekt të jetës së tij që të arrijë deri te kjo shkallë që sonte flet Ibn Qayyim rahimullah për të. Andaj pika që sonte do të lësën për të, unë thash, mjafton për secilin për neve të jetë projekt individual dhe të punon të dhe të investon të deri në takimin me Allahun Azza wa Jall, do të keq ka më shtuar dhe do të keq ka më përmirësuar. Andaj për të vërtetuar për këtë dhe për të dëshmuar këtë, do të fillojmë drejt për drejt me ato që e ka vënë Ibn Qayyim rahimullah. Dhe e tëra do të çka është përgatit për sonte, është komplet fjalë e Ibn Qayyimit rahimullah. Do të thotë, ai ka përmend shkakun dhe pastaj janë bërë huazime nga librat e tjera të tij për t'i dhënë hapësirën vet Ibn Qayyimit që ta sqaron dhe ta komenton këtë shkak që ne do të flasim për të sonte. Thot Ibn Qayyim rahimullah, as-sababu as-sabi, shkaku i 7. Unë jemi te shkaku i 7 për shkaqeve që na ngritin në shkallët e të dashurve të Allahut Azza wa Jall. Thot Ibn Qayyim rahimullah, dhe ky shkak është min a'jabiha, prej më të çuditshmeve, prej më të rëndësishmeve. Çka është ky shkak? Thot Ibn Qayyim rahimullah,
inkisaru l-qalbi bi kulliyatihi bejne jede Allahi Ta'ala, të thyrit e tërsishëm dhe të përullurit e plot të zemrës për Allahut Azza wa Jall. Qësa është e vogël kjo. Dëgjane Ibn Qayyim rahimullah, kër e përmen këtë shkak, qka thot të ky vend kër ka përmen? Thot Ibn Qayyim rahimullah, e tëra që thuhet në këtë temë është vetëm fjalë dhe shprehje, nuk ka të bëjë me realitetin. A kuptuat? E tëra do me thonë për ullit e zemrës, të thyrit e zemrës për Allahut Azza wa Jall, të për ullit për ati, të plot, e kështu me radhë, krejt Ibn Qayyim rahimullah thot, krejt që ka këna mundësi me thonë nën këtë temë është vetëm fjalë, nëse për e timi i takon ndoshta dikuj tjetër. Na këna mundësi me e folë mirë, na këna mundësi me e thonë mirë, mirë për nuk do me thonë se e këna përjetu bashkë që shpo e thojmë. Këto thot Ibn Qayyim rahimullah. Qka të thojnë në masti, edhe a kalon fjallë pra që dikush thot diçka mbas së fjallë. Nga që kjo është esenca, projekti jetësor i çdo besimtari është që të përullit dhe të thehet para Zotit të gjithësisë, para Allahut Azza wa Jall, në kuptimin e drejtë të kësaj thyrje, në kuptimin e drejtë të kësaj përulje para Allahut Azza wa Jall. Jo vetëm shprehje, mirë po sikur që të mësojmë deregjit e kësaj dhe shkallët e kësaj, do ta vresh se kjo është një projekt më shumë madhor, shumë i madh, dhe kërkon investim të madh, edhe në kohë dhe në mund dhe në çdo sen. Dhe prap, sikur që e ka, po tip të Allahu Xhallahu Ala jetë edhe 3 fish edhe 4 fish sot ki, do të kishe vazhdimisht çka investosh në këtë drejtim. Andaj rëndësishme është për neve që ne me të vërtetë jemi të sigurt se kemi vendosur këmbët në rrugën e drejtë, se ne jemi drejtuar tamam ka duhet. E pastaj varësisht prej kujt sa investon arrin në këtë drejtim. E rëndësishme është që ta kesh hartën e sigurt para veti që mos devijosh. E pastaj sa kalon ti nga kjo rrugë, sa nuk kalon mbetet çështja jote individuale. Mirë, po ajo që është e rëndësishme për ne sonte, thash, është të sqarojmë së paku bilet teorikisht, të mësojmë se si bjen me fjalë, me u parul, me u nështru dhe me u thy për Allahut Azza wa Jall. E pastaj pretimi i kësaj të kalon fjalët, pretimi i kësaj të kalon shprehjet, të kalon ligjërata. Mirë, po i takon angazhimit të çdo kujt për neve, sa investon çaq e arrin. Dhe sa përpjeket çaq e arrin. Për këtë arsye dietarët e hershëm të selefit, madje edhe nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë trekur vërejtën vazhdimisht nga përulja e rrajshme për Allahut Azza wa Jall, nga përulja e rrajshme për Allahut Azza wa Jall. Sikur që ka pas të rrit Omeri radiallahu ta'ala anhu, që do të t'i qërton njerëzit kur i ka pa duke u përullur jashtë rrajshëm. Dhe thyrja jashtme, e cila nuk është e përcjellur apo nuk është e motivuar nga thyrja e zemrës, kjo është thyrja e rrajshme. Sikur që njeri ka pa Aisha radiallahu ta'ala anha disa njerëz, do të me koka të ullura, me shenja të përmallimit dhe mërzis në fytyrë dhe duke ecur rrugës. Atër ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha, sikur të këshim pa këta Omerin, do të largoheshin nga veprimi i tyre. E çfarë përullit ka pas Omeri? Përullit të brendshme, të zemrës. Kur ajo thehet, pastaj reflekton me përullit ndaj Allahu xhallahu ala jashtë. Po që njëri të shtirët, të bëhet kënse është i thyer, nëse zemra e tij është komplet tjetër në anë, kjo është dështimi më i madh që njeriu ka mundësi të arrijë në jetën e kësaj bote. Për çfarë arsye? Nga se tan kur mendon se është i përulur, i devotshëm, është duke u kënaqur me adhurim, ndërsa kënaqësia me adhurim dhe ai janë dy terme që njëri është në lindje, tjetri është në perëndim. Ne na kemi para vetit këtë hartë me këto shkaqe dhe këto shkallë dhe drejgje që i ka pranë Ibn Qayyim rahimullah, përmes të cilave kena mundësi me lejen e Allahut Azza wa Jalla, nëse përpiqemi dhe mundohemi që me të vërtetë ta shijojmë për uljen dhe thyrjen e kësaj zemre para Zotit të gjithësisë. E që është, sikur që ka përsëri dhe po e them, është projekti kryesor i besimtarit në jetën e tij. Ta ndihen për uljen e tij para Allahut Azza wa Jalla. Si arrihet kjo? E përmendi përmes shkaqeve vijuse. Mirë, po para se dal përsëri te këto shkaqe, po duhet të them përsëri atë që e thash edhe një herë, se është bëja i ngarkuar me pika me nën pika kështu me radhë.
Andaj mundoni me ndëgju me vëmendje për ta kuptuar, mirë po është e pamundshme me një herë me i dhënë fund atë. Është e pamundshme me një herë me i dhënë fund, andaj ai që dëshon të arrijë në këtë shkallë duhet të investon pas ligjëratës, që ta bën këtë hartë udhëzuesin e tij dhe të udhëtimit drejt Allahut Azza wa Jalla. Ibn Qayyim rahimullah thot se për ulja dhe nështrimin dhe Allahut Azza wa Jalla i ka 3 shkallë. Don 3 shkallë që ti ngjitesh në këtë drejtë të lartë. I ka 3 shkallë që ti ngjitesh në drejtë e larta drejt Allahut Azza wa Jalla, në për ulje, në thyrje para Zotit të gjithësisë. Shkalla e parë, thot Ibn Qayyim rahimullah, është at-tadhallulu lil-amr. Të përulesh para urdhnit të Allahut Azza wa Jalla. Don të përulesh, të thehesh, të përkulesh para urdhnit të Allahut Azza wa Jalla. Çka nuk kupton kjo apo? Çka nuk kupton të përkulesh para urdhnit? Ibn Qayyim rahimullah thot kjo nuk kupton 3 gjëra. Qëra përshë e para pe 3-jave, tash kjo e para me 3 tjera. Në bajë është e degëzuar. Thot Ibn Qayyim rahimullah, të nështruarit ndaj urdhnit të Allahut Azza wa Jalla i ka disa kuptime. E para është shkalla e parë, po flas të përulit para urdhnit të Allahut Azza wa Jalla. Dhe kjo i ka 3 kuptime, 3 nën shkallë. E para është të dorëzohesh vendimit të Allahut Azza wa Jalla, ti përkulesh me domon urdhnit. Përkulja e urdhnit në kupton këto gjëra. Ta pritësh urdhën e Allahut Azza wa Jalla kur vije, ose që në kupton ndalesën. Ta pritësh me pranim dhe nështrim të plotë ndaj Allahut Azza wa Jalla. E para. E dyta, të përpuset në pritje dhe në nështrim e brendshmja dhe e jashtmja. Dhe e treta, thot Ibn Qayyim rahimullah, thot ta ndihesh nevojën e udhëzimit të Allahut Azza wa Jalla në këtë urdhër para se të vije, ki nevojë të nështrohesh, gjatë kryes së urdhnit ki nevojë për ndihmën dhe pas kryes së urdhnit ki nevojë për pranimin apo. Që veç e para sa shumë kapta. Apo mush apo hartë madhe kit muret e dhomës me i mush. Dhe sarë qohësh e të bjenë në akshan me pa projektin të njëtësor apo. Edhe njerë pa përsëris apo. Thot Ibn Qayyim rahimullah, nuk ki mundësi të arish për uljen dhe nështrimin para Allahut Azza wa Jalla të kërkuar, ta përorësh zemrën, gjymtyrët ki mundësi. Gjymtyrët për uljen, që gjua Allah, gjua për uljet, thot la ilaha illallah, mirë pa aniti zemra njëjt, na dëshëm që zemrat për uljet. Zemrat thehet për Allahu Xhalla wala, që të arish me të vërtetë tek ata që Zoti Xhalla wala i dën ata. Dhe nuk i mundësi këtë arish përveç se përmes 3 shkallëve. Shkalla e parë është të përulesh para urdhnit. Përulja para urdhnit çka nën kupton? Kupton 3 gjëra. Gjëra e parë kupton 3 tjera. Të përulesh para urdhnit nën kupton 3 gjëra. E para, thash, i ka 3 gjëra të veta. Ta pritësh urdhnin me gjokës hapur, duke u nështruar, duke u përulin. Vjen urdhni Allahut Azza wa Jalla, nuk e konteston, apo ndalesa. E dyta, qysh e ke prit me t'jashtmën, pranën dhe me të brendshmën, është e vërtetë kjo që Allahu Xhalla wala ka urdhnuar, duke mos kjo të pastron prej nifakut, prej dyftërsisë, që mos ta prash me t'jashtmën, ndërsa e brendshme bëhet e panështruar Allahut Azza wa Jalla. Dhe e treta thot Ibn Qayyim rahimullah, që vazhdimisht ta ndish nevojën për Allahun që e ki për të udhëzuar drejt i urdhnit. Nga se ti ki mundësi me pas para veti urdhnin, çka thot Allahu Xhalla wala në Kur'an. Mirë po, ki nevojë për udhëzim shtesë, i cili nuk kupton 3 gjëra. E para, kuptimin e urdhnit dhe nisjen në kryen e këtij urdhni. E dyta, me ndihmu Allahu Xhalla wala gjatë kryes së urdhnit. Dhe e treta, nevoja që ki për Allahun për të pranuar kryen e këtij urdhni. Kush veç i ka që kupton që ka nevojë për Allahun Xhalla wala, thehet zemra e tij për Allahut Azza wa Jalla. Veç i ka. Sa ki nevojë. Nëse njëri është në ndër të vazhdueshëm, se e ka një obligim që e ka ndëgjuar për Allahut Azza wa Jalla. Dhe tash e ka dersa ato ta uzon Allahu Xhalla wala, ato të jap Allahu fuqi, ato të drejton Allahu Xhalla wala që ky njeri me fillu me kry këtë obligim. Dhe posa të futet në kënë obligimit, ta përshkon derti dhe gala, ato të më mundëson Allahu Xhalla wala me e qutë dhe në fund.
Dhe kur të qënë deri në fund urdhnin, ta përshkon një gale tjetër, një preokupim tjetër, një mërzi tjetër, a thu vallë, a ma pranoi Allahu xhallahu ala këtë urdhën? Një njëri që veç me qito mirët, mos flas me tjerët, veç me qito mirët, kallëzon një muç tinir, ai del vak marr me diçka tjetër. Pe punëve të kota, pe muhabeteve të hallkut, pe çka tha ky, çka bën ky, kur vallahi. Nëse ky është i ndert me vetën e tij, vetëm çito, të parat. Mos flasim për ato që vinë me tutje ato. E dyta thotë Ibn Qayyim rahimullah është në e dyta e të parës, bëja e nishit. E para është të përulesh para urnit. Dhe të përulesh para urnit i thami ka 3 vetat, ato 3 cekëm, tash kjo bëja e parës është ti nështrosh gjykimit e Allahut azhjel shariatik edhe kosmologjik, katerik. Ligji i Allahut shariatik është Kurani edhe hadithi. Mos ta kundërshtosh me epsh e as me logjik tonë, më mërmenja mu kështë të apëtë. Dhe caktimin e Allahut dhe gjykimin e tij kaderik, çka cakton Allahu xhallahu ala, ta pritësh gjoksapër, i kënaqur, duke mos e kundërshtuar me urrëtie dhe mllaf dhe mërzi. Bëja, çaja e kësaj parë se është, thotë Ibn Qayyim rahimullah, e ka përmendur një shprehje shumë interesante. Thotë të shkrihesh në ndjenjen se Allahu po të sheh. Të shkrihesh në ndjenjen se Allahu xhallahu ala po të shikon. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se në momentin kur vije urdhni për Allahu xhallahu ala, jena të hul për urdhën, për ulën para urdhit. Vjen ndonjë urdhën për anë Allahu xhallahu ala. Ky urdhën nuk kupton ose kryeni vepër ose largo për kësaj vepre. Ose është urdhën, zbatoj këtë urdhën ose largo për kësaj ndalese. Mos shiko, mos ndëgjo, mos ec, mos prek. Këtë nuk kupton urdhën. E treta kur vjen ky urdhën për Allahu xhallahu ala, ti ke mësue, ke ndëgjuar din, dhe në momentin kur bjen kontakt me këtë urdhën, të shkrihesh nga ndjenja se Allahu është duke u përcjell tash qëndrimin tënd përbar unë ti çka i të bëj jaftë. Për shembull, Allahu xhallahu ala ta ka ndaluar me këshun haram. Apo dhe përderisa je në xhami, ti nuk je në fërkim, nuk je në konflikt me këtë urdhën. Nuk je apo tash je i provuar me diçka tjetër. Mirë po, si të dish në rrugë, automatikisht si shfaqet objekti i parë që duhesh ti paratim me ul shikimin. Apo shumica e njerëzve e kanë problem me ul shikimin. Për çfarë arsye? Nga se munduan me ul shikimin me epsh. Ai nuk ulet ashtu, nga se me epsh ngritet shikimi. Mi po nëse besimtar në momentin e këtij shikimi, apo e përshkon ndjenja se tash ke ardhur në arenën e konfliktit dhe Allahu po shikon se çka do të bësh me urdhën e tij apo. Ndihmon mu largu apo. A kuptot? Kur shushet e përreton vetën e tij apo. Pa dyshim se ky njeri gjithmonë gale atij dhe preokupimi i tij është Allahu xhalla xhelaluhu apo. Do të thotë e para për ulit para urdhit e që i pam çka nuk kuptoj apo. Varfrin tënde për udhëzimin e Allahut azza wa xal, të bashkuarit mes jashtme dhe të mbrëmshmes e kështu me radhë, të për ulit dhe gjithashtu të pranuarit e gjykimit të Allahut, qoftë ai shariatik apo kaderik, dhe i treti është të shkrihesh në ndjenjen se Allahu xhallahu ala është duke të përcjell në momentin kur ti prekësh me urdhën e tij apo. Për këtë arsye vëllai, përpara kur të lexosh ti për selefin kur ka koha namazit, njëri u zverdh, tetri ka kajt, tetri u hub. Pse ka ndodhur kjo punë? Nga sa ata kanë qenë tash unë këtu dhe unë Allahut këtu. Apo këto dyja tash kanë mu godit, apo. Dhe kët akt të kësaj goditje nuk pa e shikojnë shikues të thjesht. Për shembull, me thonë nesër kime ligjeru në sheshin më të madh të botës, 3 milionë njerëz kanë me të qyra ato. Apo para veç tash veç kur thoj se kime dal para këtij sheshi, të ka panika. As nis me njerëz mos më të hongër buka, me njerëz nis me ta pak si ftoft, do njerëz me dal, ato si dal halati atje. Në momentin kur goditesh atje, gala që s'ki me dalë për atynve, qysh të bënd ty me konë? A ki gale të tërë? E pëse njerës thjesht,
Dërsa ai që parulet për Allah xhallahu ala, është largu për njerëzve. Ky njeri din se kur vjen koha e namazit, apo tash është koha e daljes dhe të bisedumit me Allah xhallahu ala. Që kënë djenë se ai po të pret, dhe ai po të shikon. Që kënë djenë se ai tash po i përcjell zhvillimet e këtij kontaktit tënd me urdhën e tij, që kjo i bën besimtarit në kënaqësi të posaçme aftën, e cila e ngrit në shkallë e paruljes për Allahut azza wa jalla. Këto trija, sikur që i ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, janë shkalla e parë. Kush nuk hyp në këtë shkallë, e ka problem me vazhdu rrugtimin e tij drejt nënshtrimit dhe paruljes për Allahut azza wa jalla. Andaj vëllazëri, shikoni subhanallahu, sa kena punë na më marr me veten tonë ato. Çfarë sa punë ne ki. Veç me që të parën, me marr me zgjenu e me ndrejsh mirë, apo se sa është ngarkuar, të duhet me da, me bëni një vizatim të posaçëm, shkalla e parë e paruljes për Allahu xhallahu ala. I ka 3. Këto 3 i kanë se ka 3. Një vizatim të madh me bëata. Edhe vendos. Që to duhet me punën që to 3-4 muaj ditë, 5 muaj, 6 muaj, deri në Ramazan në arshëm apo. Pastaj shkolla e dytë, pastaj me këshir apo përputhet shkolla e dytë me këtë parën. Apo funksionon mirë pas. Çka ka qenë ka më shumë skapta. Në zendeka i parulën Allahut azza wa jalla. Na shikon njerëz që nuk investojnë hiç gëdetim, ku janë njerëzit e kushtit Ibn Qayyim rahimullah. Ku janë preokupimet e muslimanëve e ku janë drejjet e ngritjes të Allahut azza wa jalla. Ku janë? Larg ata. Ana dikush ka mundësi më thon pse ka shumë hoxha ata. Ka shumë nga Allahu xhallahu ala vllazni. Sikur se ka përmendur në shumë vende në Kur'an. Njeriu ne ka krijuar të mbushur me gjëra negative që i pengojnë në udhëzim dhe në udhëtim të Allahut azza wa jall. Dhe ka pru njeriu në këtë dunja duke ia dhënë armën me luftu. Me hjekto. Mënyra e luftimit është kjo që ka thënë Ibn Qayyim rahimullah. Disa për njerëzve kanë bërë paqe me aspektet negative, apo e kanë mbuluar me një petk të hollë për mi që nuk po ju pengon në aspektin e jashtëm. Do më fal, më agjëru, s'pi pengon. Mirë po, zemrën e kanë mbyll komplet, nuk shapta. A dhe si kur thot Ibn Jauzi rahimullah, këta njerëz që kanë shiju këto hallazni. Ibn Jauzi rahimullah thot, sa më tepër të ndezën dritat e zemrës, duke u larguar errësira, shihet Allahu azza wa jalla. A kuptot? Andaj ka thonë pejgamberi son drejja më e lartë e ihsanit cila është en ta'bud Allaha ka'annaka tarah. Ta adhurosh Allahun thosë po e sheh. Nuk është e mundshme. Jo më pa çën në Allahu xhallahu, gjasë që jo më të jam e kam mendon ato. Mirë, po më të vërtet mrin njërin çat drejje që kur del para Allahu xhallahu ala është i bindur, bindet plot që Allahu po e sheh thosë ky po e sheh Allahu xhallahu ala. Kjo do me këtë xhihad atë, me çet luftën kjo. Që nuk shkon me çef, me dert, po me angazhim vazhdueshëm dhe me investim pa ndërprind, pa lëndshëm për të arritur në këtë drejtë të lartë që quhet drejja e nënshtrimit dhe përuljes për Allahut subhanahu wa taala. Që të thejesh para tij komplet. Që mos të ketë në zemrën tënde kurrë më të madhe se Allahu azza wa jalla. Dhe në këtë moment sa të marrësh tekbir namaz, pastaj je shumë i sinqert. Se thosh Allahu akbar, na themi Allahu akbar mi pa Allah subhanahu kushti, që ka Ibn Qayyim rahimullah, të pajtuarit mes të jashtmes dhe të mbrëmshmes. E jashtme thot Allahu akbar, por e mbrëmshme i thot porrana aftë. Allahu akbar, nëse në zemër epshi është më i madh, dunjaja është më e madhe, autoriteti është më i madh, epshi është më i madh, ku është Allahu akbar? Andaj thot Ibn Jauzi rahimullah, sa njeri bën tekbir, nëse zemra pe mbrana me pas mundsi na menithet mos rrai. Se kima të madhe Allahu xhallahu ala. Është normal që nuk e kise, kjo do në luftë. Kur kush nuk linde Allahu në zemrën e tij është më i madh atë. Ja, atë. Njerëz kanë investuar dekada, 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet kanë investuar në këtë çështje. Mirë po, s'po kanë pas hartën para vetë, kanë ditë ka po shkojnë. Sa njerëz bredhin rrugës, lodhen nga atje, munohu për ato, shko atje. Pastaj kur të vjen thotë, kisha pasë veç një herë më një vetën namaz që duhet atë. Ka punë ka bëve sigurisht apo. E po kurse kanë iknasin e namazit ato. Kurse kanë iknasin e dhikrit, për uljes para Allahu xhallahu xhelalu. Ai kjo është më rëndësi. Që me të vërtetë të jetë projekt individual i çdo kujt për neve që nuk kurson në realizimin e këtij projekti asgjë.
Asgjë nuk kursen, çdo sen për të është i lirë. Shkolla e dytë, thot Ibn Qayyim rahimullah, pasi që shkolla e parë ka të bëjë me steje me Allahu azza xhala po. Do shkolla e parë ka të bëjë me steje dhe me Allahu xhala wala. Urnë që vjen pi Allahu azza xhala të pritet me nënshtrim, me për ulje, me ato që i ceka ato. Shkolla e dytë thot Ibn Qayyim para na, veç po du, po them vëllazë se këtu është shprehje. Mos mushim këtë për jetu, veç të përjetojmë ngarkesën e angazhimit, veç i kaq. Do sa ki ti punë më marr atë me veten tonë atë. Thot Ibn Qayyim rahimullah, drejja e dytë, që veç e para me më marr me ta, s'len më marr me të shka. Thot Ibn Qayyim rahimullah, drejja e dytë atë është të përsërit e vazhdueshëm të nefsit, se kur po dal me prish punën atë. Tash ti e ke prit urdhën. I qetë e ke prit urdhën, se e mësu, se jo në smunësh, po e ke prit urdhën, apo pe Allahu xhallahu ala, me nënshtrim, me për ulje, me varfëri për udhëzimin e tij, qoftë për udhëzimin drejt veprës, qoftë për udhëzimin e ndihmës për me kry veprën, qoftë për udhëzimin e pranimit, këtë të i bë. Apo dhe duke u kënaq me këto për një herë ndezë drita, se nefsi është duke bo plan me të prishë, me kibër, apo me ndimësi, me ria, me vetë pëlqim, dhe ta është ti këtu janë nga shumë, që i kry, mobilizosh, më mbroj sajt, për të arrujt vetën vetë. Andë e thëti me Qayyim rahimahullah, drejja e dy që të bënë me koni për ullin për Allah xhallahu ala është të rakubu afatin nefs. Pritja, gjithmonë prit rrin, pe e din që nefsi pe hombë s'ka qara. Kur nuk arë, veç pret kur kam i dalë, dhe me qka kam i dalë. Andë gjithmonë e pret, kur të bëni një punë, pret mos po prishet me kibër, mos po prishet me ria, mos po prishet me vetë pëlqim, mos po prishet me lavdrim, njerë galin e kësaj, tani galin e rujtjes. Gjithmonë pe kësaj atë. Dhe thëtë Ibn Qayyim rahimullah, kësaj drejtës e dytë, këti angazhimit vazhdueshëm, thëtë i shtohet gjithashtu edhe kjo drejtëja e madhe. Kjo është sfidë. Wallahi kjo është sfidë jetësore, që njeri i mjafton burrni njerit që sfidë me kaluar. Thëtë Ibn Qayyim rahimullah, të angazhuarit e vazhdueshëm për të kryer obligimin ndaj tjerëve, jo si kompenzim për të mirën që ata ja bëjnë, apo por si rjedhoj, si pasoj e nështrimit të ti ndaj Allahut azza wa jalla. Çka do më thonë kjo? Ky njeri i që është i përur në Allah xhallahu ala, e lufton kibrin, e lufton rian e tij duke kryer obligime që i ka ndaj njerëzve. Dhe nuk pret kur që tjetër me bëhet njëjtë ndaj tij. Nga se nëse pret tjetër më ja bëhet njëjtën, unë i thash selam aleikum, ai mund të thotë aleikum selam, e në rregull, u bë. Ai tash gallomu selam aleikum, e adhon për këtë aleikum selam. Që shtot kush ban, thëtë Ibn Qayyim rahimullah, e ka problem me pështu për riasat, edhe për ujbet, për vetë pëlqimet, për smujve të ndryshme të nefsit, për çfarë arsye? Nga se ai e ka mësuar vetëm me kompenzim atë. E ka mësuar vetëm me kompenzim atë. Andaj njeri, për tjerëve nuk pret kur gjë. Ja, s'ka punë me tjerë. Një bofshin mirë, elhamdulillah. Nuk i bojnë mirë, s'prat për ty në këtë punë apëta. Ndërsa ai vetë mobilizohet me bëhet tjerëve mirë, jo për shkak tyne, po për shkak se i duhet me Allahun azza wa jalla. Ky njeri ka vakt për krijesa më apëta. Ky njeri është i lidhur me Allahun xhallahu ala. Ky s'ka lidhje me tjerë. Ky është argati i Zotit xhallahu ala. Ky me ta ka punë. Është i përulur dhe i nështuar Allahut azza wa jalla. Në artë e mira për njerëzve, thotë alhamdulillah. Mos e artë e mira për njerëzve, e din çish më e komentua apëta. Dhe din çish më e sjell atë. Dhe mos ardhja të mirës për njerëzve, asnjëherë nuk e pengon për më mirë, përkundrazi. Bën mirë atë. Thot Ibn Qayyim rahimullah te kjo pikë, nuk kom pa në këtë pikë të ngjajshëm me Ibn Taymiyah rahimullah, me mësuesin e tij. Ibn Qayyim sa i sahabët si ka pa, ai pas s'kom pa, ju s'kom ni. Thot nuk kom pa për kohën e vet, nuk kom pa ona ngjajshëm me Ibn Taymiyah rahimullah. Dhe me vetë rastet i janë të arta në këtë drejtim apo. Se Ibn Taymiyah rahimullah do thotë komplet e ka shkel nefsin e tij apo. S'ka leju me pas hise kur apo. Në momentin kur ti pret njerëz me të bëu mirë, hala ka hise nefsit të tij apo. Kjo dërsi madh apo. Kjo dërsi madh apo.
Na duhet me poshtë nefsin, me shkel, komplet, në dorë, heq me së pasisa. Që pushteti suprem me koni zemrës, me koni zemrë rahat të adhru Allah në gjellë u ala. Andaj, ai njëri i cili angazhohet, e pëse s'ma boni, e pëse s'ma këthej, e pëse s'ma mërtë, e pëse s'ma shkaj, e pëse që kënjëri, qysh kur lidhë namaz një që kënjëri? Ti vet e ke pengu, si kurse thjesht, thjesht e ke vendus një antenë, me pranu valë, fotografinë taman me tabo, apo? Dhe pastaj nga asaj antene e ke vendus një aparat tjetër që pengon orën e valëve, apo? E ta është e sill antenë thur, pse më s'ka valë? S'ka mundësi sa aparati nga ti pengon orën e valëve. Andaj kënaqësia e adhurimit me Allahun xhallahu ala është e pamundshme të arrihet për ulja për Allahun xhallahu ala. Nëse për skej saj është aparati i quajtur të drejtat e tjerëve ndaj meje. Të drejtat e tjerë ndaj meje. Ata të tjerë kanë obligim ndaj meje kështu. E nëse si kryen, mos prit për njerëzve kur gjoptë. Allah gjithë rahati jap. Sa herë prat për njerëzve falënderim, lavdërim, ngritje, sa herë të prish, wallahi ki mu dëshpëru. Gjithmonë ki mu dëshpëru. Kur mos për njerëzve me të lëvdua, lidhe me Allahun xhallahu ala. Kur mos uj, sa njerëz, wallahi, janë dëshpëru dhe ky dëshpërim ka arrit në shkallë e depresionit të madh. Depresionit të madh, të streseve të mëdha. Shkak dhe burimi i këtij depresioni dhe këtij stresi kush? Bëmirësia që aja ka bo dikujt dhe këqbërja që atia kanë këtë dikush ato. Gjithmonë që njerëz mërzitën. Unë çka i bona, ymrin më shkoj të e rrit, ymrin më shkoj të e bo, çish më kthen, çish më bën. Çata pak që i kam mësuar kënaqë. Lej njerëz aftë. Në qoftë se gjevo për Allahun xhallahu ala nuk tup të aja apo që të gale bëhet ti aftë. Tek Allahu xhallahu ala. Atje gjë. Në sa njerëz për shembull kanë sakrifikuar pasuri, kanë sakrifikuar liri, kanë sakrifikuar gjithçka. Dhe në fund shokët e tij apo i kanë marrë ato që duhet mi marrë, e kanë gjuajtur kanë buk për kurrë çato. Çau boja pse? Mshel, mërzit, kanë me piraki, cigare, çka çambonën, unë çabona apo pse ka prit për njerëz apo. Ai që pret për njerëz dëshpërohet. Ai që pret për njerëz dëshpërohet. Pret e pi Allahu ta xhel, vallahi ku nuk dëshpërohesh. Dhe do ti me të apsa. Ti bën një mirë për shkak të Allahut, jo për shkak të tyne. Ti ktheu me të mirë për shkak të Allahut, jo për shkak të tyne. Ka si kjo më bë për ulën për Allahu xhel ora vazhdimisht atë. Pse? Se ti kur ti bësh mirë njerëzve, dhe ata të bëjnë keq, ti e pres shpëlimin për Allahu xhel ora. Dhe kjo pritje këtij shpërblimi të bën me kon gjithmonë i varur dhe i lidh me Allahun subhanahu wa taala. Dhe këto raste të shumta. Dhe imami i kësaj pike, sikur çdo pike është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo në jetën e tij, çfarë ka qenë jeta e tij atë. Dhe këtë pejgamber të tjerë që më radhë, sikur se kemi edhe në Kur'an rastin e Jusufit alayhi salatu wassalam. Në çfarë ka mbë vllaznia? Veç me menduar rreth kursave që ka mbë vllaznia, thosh kur hallat se u kisha bëu. Hiç pa gjujt munar. Vetë si u ka rënë me boç ata kur hallat se kisha bëu. Lemo që çka kanë bëu ata, që është punë e gatë që kanë bëu Jusufit alayhi salam. E që kanë bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, njeri duhet me të kalu vetën e tij. Kjo është punë e madhe na, do po thash, ne i kemi këtu veç prej Allah na falti, inshallah zot na mundson me përjetuar në herë këtë punë. Mi për letet projekt jetësor joni që na me çto angazhohem apo. Do thotë është shkalla e dytë që të ndihmon me ngrit në shkallën e përuljes dhe në nështrimit të zemrës të plot dhe Allahut azza xal është të vëzhguarit e vazhdueshëm e lëvizjeve të nefsit. Ka po shkon, ka po projektash, ka i shkoj menja, vazhdimisht e vëzhgon e prat. Dhe në momentin ku do me godit, jam shëlderën ato. Dashmëruit punë të vëlla. Dikush thot, a ka mundësi që paqet ta vëlla? A ka mundësi paqet ta? S'ka pak, vallahi nuk ka mundësi. Se me pas mundësi, do të thotë kjo si shkon ti me jona ato. A dini që këmë e konë jaumul qiyame njëri, thëtë pejgamberi s.a.s. Do të del jaumul qiyame në ditë në gjykimit. Thëtë Muhammedi s.a.s. Do të del një njëri dhe veprat e ti sa kodrat e Uhudit. Keni pas sa kodrat e Uhudit e madha? E qash ka veprat një repë? Thëtë, jegji aluhallahu heba'an menthura. Ja bënë Allahu hi edhe plohën. Pse? Sa e ka bot parën, po se ka rujt për dytës apëtën.
Se ka rujt për dytës apo. Andaj ruja, se nefsi ti hanë veprat apo. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inna shejtana yajri min ibn Adam majra ad-dam. Shejtani qarkullon në njeriu sikur qarkullon gjaku para mëna. Pse qarkullon shejtani? Çfarë lypa në gjak? Thot Ibn Jauzi rahimullah e lyp nefsin me i kallzu ku me prej ka. Nefsi është mrena dhe shejtani qarkullon. Si të takuan çfarë bën ata muhabet? Çu me tashu të smërin tyja? A çu me të rrit veprat ata? Jo, ata bën muhabet e falin namazin çu, hadi çu s'pia prishëm apo. Thot ti që kajtun që sajt. Apo. E njëri rahat, kujton që shkaja e japën. Nëse armiku i tij apo i dyfisht bën kurrë të vazhdueshme që shmi aprish çata që ka arritë apo. Nëse njëri se vren kur flan rahat kujton që kjo punë shkoj, pret jo mulka me dal, kur del para Allahu xhallahu ala, ku është namazi, ku është agjërimi, ku është sadakaja, ku është ligjërata, ku kjo? E kanë hungur ujqit në tokë apo. E kanë hungur ujqit në tokë apo. A dhe njëri që bën shumë dele ose bën shumë lop, bakti të madhe bën shumë apo? Ai ka bën shumë. Mi po nuk kujdeset për to sa apo hen u ka për vjet dikush. Sa jesin këti njëri apo? Në jetë shpirti vet në fund pa hungur ujq se ato miri ka punë apo. Ne nuk ka veç me mbledh, veç me bë. Po kur të bësh, e run. Ta është i pret për i ka për djenë. Që këtë gjihad i vazhdueshëm, apo, është gjihadi më i mirë i mundshëm. Që ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah, që kjo që ka ulemat gjihadun nafs. Jo ai sufive, gjihadun nafs, shkoni qysh mos u përzi. Jo Allah, kjo është përzimi aktive. Me punu, por për Allah, me rujt veprat apo. Që kjo është gjihadi më i madh i mundshëm. Dhe shkalla e tretë thotë Ibn Qayyim rahimahullah, edhe kjo ka dy drejgja. Drejgja e parë të Ibn Qayyim rahimahullah është që sa herë të kryen punë, kjo për ulje e madhe për Allah azza wa jalla. Që sa herë të bën punën, mos ta ndinë se Allahu ja ka bërë me shpërblyje. Sa njerëz mendojnë që kur ti bën punë, po fal namaz, agjeron, mbulohet, ku e diun çka bën adhurime të ndryshme, edhe si ti vjen një caktim pak i hidhur pe Allahu xhallahu ala, nefsi për mërana. E pse mu Allah? Ata pika, s'din çfarë gjunohi pse, se nuk më bë puna për. Kur nëse me këto punë tash, e ka bo Allah më bërshli që mos me prej kur të kënjere për. Me ndi veprën që e ke bërë, gjdo vepër që e ke bërë, nuk është për te jetë. Po gjdo vepër që te ke bërë, të ka zgjedh Allahu me e bo, nga se shumë ka Allah është qëtë ty e për ndikën tjetër. Kjo është shkallë e përullit për Allahut. Me ndi, sa njerëz, vëllah ju ka arë kibri për kësoj dera. Ju ka arë për të pëlqim për kësoj dera. Të mënu, unë e kërë se mësë më pakonëne, këta njështë kështë marua. Pse tjerë të respektuj në emën të kësaj, ata e kanë bërqë. Por ti me një vetën mëna, që kjo është e keqja. Apo? Se këto fjallë kur për i thamë, nuk për i thamë të ashtë të tjertë, e me thonë, kjo ka, e të ashtë me, jo me më hu, mund me gjithë kujtë. Nga se kjo është respekt dhe falëndrim. I po ti vetë mëna, kjo është personale për ty, ti vetë mëna, mos me ndi, se për te është, apësën. Po me ndi sa privilegjë dhe nderë që Allah të ka zgjidhë ty për në bo këtë puna për. Dhe vetë që Allah të ka zgjidhë, të ka angazhu me bo mirë, ka se ke mund me bo keqë, është për ty ilhamdulillah, dhe hiq mësë me konë gjeneti, apësën. E kuptut? Hiq mësë me konë shpërblime. Hiq mësë me konë shpërblim, besimtarin dihet i knaqër që Allah xhallahu ala ka prun xhamia se ka qenë rakia, apësën. Veç që ka aq ballë është, apësën. Le më që ka vetë më asajti, mos kujtoj që të lene keqë ty, apësën. Probleme ato. Po ti duhet mundi privilegjuar i nderuar që të ka pruar çto ato. Mandej këtë dynja e urzoft. Këtë parë të xhep hupshin. Këtë sneta shkoft, këtë të shkash mos ato. Mos e lidh me adhurim. Po ndi adhurimin privilegj për Allahut azza xhallahu. Dhe e fundi që ka thënë Ibn Qayyim rahimullah është krejt çka ki bë. Dhe këtë çka të bësh në këtë drejtim, edhe për mbledhjes së veprave, edhe për pritjes së urnit, edhe për nështrimit, edhe për paruljes ato të para që i ceka, edhe vëzhgimet të vazhdueshëm të nefsit, edhe bamirësinë ndaj tjerëve këtë çka ka, edhe kjo e fundit që ndjen se Allahu të ka ndëruar kështu më radh, thotë Ibn Qayyim rahimullah, e fundit është të kujdeset vazhdimisht që asgjë prej kësaj që ka bërë mos me pa kurkush apo, pos Allahu azza xhallahu. Kur mi sinqeritet ato. Që mos me pa kurkush. E pse
mos me pa kërkush, që për farashia. Thot Ibn Qayyim rahimullah, nga se sa, Allah kjo është përvoj e madhe jetësore. Allah me pas parë, me pagu, e kështu pagu zi sa. Allah gjellë i shpërblet, Allah këta ulema që ne i kanë zirë sekretet e kuptimit të fesë, të gashme me i marra. Pse nuk kom mirë me të pa dikush, dikush këtë nuk kom mirë me pa dikush, për arsye, vallahi këtë për ty japën. Ti ma mirë njëhesh, për çfarë arsye, thot Ibn Qayyim rahimullah, thot nuk kom mirë me të pa kërkush, nga se sarët se dikush, pamja ti ta hub kohën. Pamja ti ta hub kohën, ta prish zemrën, e ti prish punë me Zotin. Çat vjen me të lëvizun njerëz? Pse ta hub kohën? Pse kur dikush ti merr vesh punët e tua, ti e kallzon? Pse? Pse ti hub vakti i kallzu Allah? Unë ku mboni, më shkuan në tonë, bakja, ka gjysë sati, ka përsen dikush të shpalos që ka bua. Që të gjysë sati, ka më belzu Kur'an, që të kërim punë që i kallzove, atë shpërblej? Ata dha gjenetin, jo, hub vakt me këtë punë, Allah. Pastaj tu shtu, jati, si konti jati kërë, jo, unë më kone e ku mbone, tu shtu ja ke bua, se ke bo me ta, shkuan të sahat, apëta. Dhe Allah të zgjera. Nga se, shfaqja e këtymet mirët para njerëzve, ta hub vaktin e Allah. Ta prish zemrën, qysh ta prish zemrën, vallahi ta prish zemrën apo. Dhe e treta, ti njollos raportit me Allahun xhalla xhelaluhu. Ti njollos raportit me Allahun azza xhelal. A nuk është që në jetën e kësaj bote apo, që çdo mundo me përjetën jetën e kësaj bote apo. Ti ki ku e di çka, e ke shkruar një libër apo. E ki qëndis një gjemper, e ki bo një këpuc, ki bo diqka. Apo? Dhe është vepra jote e parë që ki bo. Për shambull, ki viju kurs, apo ki viju kurs saktum për me bo një program kompjuter. Për shambull, apo. Edhe, mas e ki viju kurs, një kemon ato, e ki bo një program të shpija. Qëtë program që ki bo, është programit i parë një që ki bo, një vepër me madhe që ki bo. Por ty shumë më rëndësishma, apo. Kanë ki qef mas pari me egzu me qëta? Kanë ki qef me egzu? Qëtë që të në mas shumë ti? Ki qef me egzu, apë? Se kurse përshamu prindin, ose mësusin, ose di kanë me egzu. Në në që kërkush se ka pa, i pari e ti që i përshe që këmë bëpës. Apo? Dhe pra tunë e që shtu të vaznjeve. Nuk gudzon me i pa kërkush para Allah gjellë gjelalu, apë. Edhe pësa Allah i shenë këtë dunja, i pa me i pa një umëll kijame me i shpërbli apë. Ti para ti e nisë me këto vepra të Allah gjelle u ala, edhe ajte me ti qirë me ti shpërbli, ti u dhe që ka të në që këmë bo, që në ka jam. Që ka del interesant kur desh para Allah gjelle u ala, kur këtë dunja i ka pa që ke bo para Allah gjelle gjelle u ala. Andë i prish raportet me Allah azo gjelle u ala. Dhe kjo është me rrezikshme. Andë thëtë Ibn Qayyim rahimullah, wal ma'sumu men asamahu Allah. I ruajtur dhe i mbrojtur është ai që e ka mbrojtur Allahu azza wa jalla. Thot Ibn Qayyim rahimullah, fala shay'an fal-sadiq, nuk ka gjë më të dobishme dhe më të mirë për njërin e sinqert dhe të vërtetë. Nuk ka kurrë më të mirë se sa ta realizon dhe ta arrin robrin për uljen në çmimin për Allahu azza wa jalla. Dhe që vazhdimisht ta përcjell e ndjen se unë nuk e komplotsu hala fen time, andë nuk keni për çka më lëvduje mua. Edhe në këtë rast Ibn Qayyim rahimullah nuk kom pa të ngjajshëm me Ibn Taymin rahimullah në këtë drejtim. Sa sare kanë lëvduar Ibn Taymin rahimullah, dikush i ka thonë Ibn Taymi ka pasur më thonë, unë që 20 vite jam duke përmirësu islamin tem, hala se kom përmirësuar. Hala jam të ndreqën. Kur të ndreqën e hadi lëvdoni. Hala se kom kry shpinë, hala është ndërtimi i egër. Për çka po më lëvdoni? Te përshë s'ka zritara, s'ka deras, mos më bani qefit. Kur të kry, tani hajdeni. Hala se kom kry shpinë e islamit tem unë. Për këtë arsye do të thotë Ibn Qayyim rahimullah, shumica marrë në këtë fjalë vëllai. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, shumica e njerëzve që kanë ezdet Allahu xhallahu ala që të janë nala ata. I kanë nal lavdrimi i njerëzve dhe shfaqja e punës për aty në fund. Kështu thotë Ibn Qayyim rahimullah. Shumica e njerëzve që të janë kaput, tap që të i kanë alzot apo.
ka nisë shumë mirë, so punë, so sinceriteti, so sani, si ka rënë kontakt me shikimin e njerëzve, diçka u him rana, qa nuk e diju në apëton, e dinë Allahu xhallahu ala, apëton, qa tu i ka këput zotit, dhe piktu i të apëton. Andaj sarët i knaqër me një adhurim, apëton. Apo, për njerë e hupë, ku me ta i knaqësia, lipe se dikun ka prek që nuk është duke shku që shduhet, apëton. Përndaj, thati Ibn Qayyim rahimullah se shumica e njerëzve që esin e të Allahu xhallahu xhelaluhu janë këput mu të kjo pika. Cila është e pikë? Kur kanë rënë në kontakt me punët e tyne njerëz të tjerë. Dhe pastaj, kur kanë rënë në kontakt njerëz të tjerë, ky pastaj është pozicionu. Kush e ka livdu i ka pak si ma mirë, ma flat, e kush e ka livdu si ka fort mirë, apëton, edhe kjo e ka prish sinceritetin. Si ka prish sinceritetin, e ka provoku xhelozinë Allahu xhallahu ala. Si është provoku xhelozinë Allahu xhallahu ala, ka qit pikë lutja. E nuk qet pidini komplet, jo, po qet për rrethet ku ata që në aty janë duke shiju xhenetin e lënë dunja apo. Pe që di xhenetit qet atë. Se ka qit krijesën e parë si me duart vetë ka krijuar. E ka qit atë më sa me ka mos prek në pemë atë. Apo pema jonë është riaja atë. Pema jonë është që s'bën me prek këto apo. Është që kjo puna veprave që po flasim për ta. Si të preksh që ata, pse se ty kur e ka qit Ademin alayhis salam? Apo Ademin e ka qit për një kokër që ka shtinguj. Sa i Ademin se ka po si iblisi. E ka falë, e ka pendu, e kejtë, mirë për në gjenet s'kapë. E ka qitë në tokë. Këta është bidet i poshë munovë. Qashtë dhe tjetë, shku rahat në dhurime, i knasë shumë, i pushu shumë Allah në gjellë, ola s'lojnë shajtë, për njerë ta, delë për gjenetit. Ta një mune angazho, gale, e që më tha kjo, që shumë tha kjo, ku shkoj kjo, një 20 vjetë, a 10 vjetë, njerë, silë në mbredhë. Fundë shëfë, s'ka konë kjo punë kurgjë, Allah. S'ka konë kjo punë kurgjë me njerës më marë, apëta. Hajde dhe shëpet këtheu adhurimit, apëta. E kështë më, pëse me mbredhë? Meri përvojt atyre që kanë qenë para teja. Mos u lodh ata për çka janë lodh, por vazhdo aty ku ata janë ndalë për të arrit atje ku dëshirojmë na me arrit. Andaj këto janë tri shkallët e nështrimit ndaj Allahut azza xal dhe për ulës që me këto arrin tek Allahu subhanahu wa taala. Unë thash kjo me drejt kanë për një vizatim të gjerë, të ndarë dhe që të konsiderohet ky projekt jetësor i çdo besimtari që të investon rrëthi sillet edhe për këtë mëson ato. Që kur kjo zemër t'i bën Allahut sejdë, me mund me detyru këtë zemër me i bo Allahut sejdë një herë. Atëherë thotë Ibn Qayyim rahimullah, kjo sejdë, kjo zemër nëse i bën Allahut sejdë që duhet, nuk e ngrit kokën deri në takimin me ta. Meqë kur thotë Allahu çu tash për llogaritë ato që ngrit. S'ka më çka e çan më. As epshi as dunjaja as pozita as kurrë nga si ka Allahu sejdë. Po çish më mund një herë me shtinë bo sejdë. Që kjo është rruga që e ka sekë Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Andaj me të vërtet, njeri shumë thjesht i flet të punë, shumë kallaj kalune për këto fjalë, shumë kallaj ngum, mirë, po me të vërtet është bëjë një punë dhe është sfidë për çdo besimtar që ti i kalon me sukses të gjitha këto faza dhe këto shkallë të ngritet në nivelet e përulës ndaj Allahu subhanahu wa taala. E kur përulësh para Allahu xhallahu ala, atë me të vërtet i himin në xhennet që nuk ndal pe atij kryesorit përveç se me dal shpirti aftë. Çka? Të diçka nuk ndon ato. Dhe pastaj kena mundësi nga pak me përjetu ato që ata të parët e kanë thonë se në dunja është në xhennet, apo kush hin të ka hyrë në xhenet në ahiretit, e të tjerë kanë thonë me konë që banorët e xhenetit janë çrut shiem na, ko kanë bajag i mirë turnuat ata. Me që shiem na, në dunja para na, me këtë sfidat ato ne kanë jetë, flladën atë jetë. E sikur sa ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo që e kanë erën e xhenetit duke qenë ende shpirtin e trupin e tyre gjitha këtu qysh arrin kur të largon këto pengesa, këto mjegulla nga zemra dhe ajo e lirë ezdet Allahu subhanahu wa taala. Kush e ka arrit që ta, krejt tjetër që i ka hub, wallahi s'ka hub kurrë të rrugë. Nëse çdo kur çado që ka arrit në këtë dunjë, po që ta ka hub, kurrë s'ka arrit. Sa s'ka vë. Nga se kjo është metoda dhe mësimi që neve na ka mësuar dietarët e mëhershëm. Andaj ne lutim Allahun xhallahu ala që me të vërtetë të mbush zemrën tonë me përulën dhe Allahut azza xal. Dhe që para se të përullet gjymtyra, para se të përullet syni dhe veshi dhe dora dhe gjuha, të përullet zemra para Allahut subhanahu wa taala, para krijuesit të saj. E los Allahun e madh, i cili është mbi arshin e tij, e që qëndron mbi arshin e tij, e los Allahun azza xal që zemra e çdo kujt për ne të jetë një arsh i tij në tokën e tij. Nga se edhe zemra është arshi i Allahut xhalla xhelaluhu. Mirë, po duhet me majt
adhurimi sikur se e marrin atë kryesorin me laçet e Allahut azza wa jalla. Që të mbushet kjo zemër me dashurinë ndaj tij, me përulën ndaj tij, me mendim të mirë ndaj tij, me gëzim për takimin me të dhe me dashurinë ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Këta janë ata që i dojnë Allahu xhalla wa ala. Dhe këta janë ata që e dojnë Allahu xhalla wa ala realisht, nga se janë angazhuar, janë mundu, jetën e tyre e kanë kushtuar dhe kanë sakrifikuar për ta ndih për ulën dhe besimin ndaj tij. Atë pse mos më dosh Allahu xhalla wa ala këta njerëz ato? Pse mos më dosh? Wallahi don që ta i don Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe na nuk kemi nevojë me bëj eksperimente. As më udhëheq përvoja, provojmë kësaj ose provojmë asaj. Alhamdulillah kemi të gatshme njerëz që kanë arrit, njerëz që kanë përjetuar, njerëz që janë mësuar, na tregojnë qartë se kjo është rruga dhe kjo është harta. Mos u lodh duke hartuar plane, metoda, duke hartuar harta. Merre këtë të gatshme dhe në këtë investo, dhe në këtë mundohu, dhe me këtë hartë pastaj matë veten, a jam duke shku mirë apo nuk jam duke shku mirë apo. Ka se kjo është një projekt i jetës tonë. Sikur që e thash në fillim dhe me te po e mbaroj, nuk është kjo një projekt ditor, as javor, e as mujor, e as sezonal. Mirë, po është projekt i jetës që shpirti del dhe jeta mbaron nëse mbetet për tjetër mas te çka më shtu në të. Zoti xhelal na dhash fuqi, dhe na dhash sukses, na ruaj nga të këqijat e nefsit ton, na ruaj nga sherrri i njerëzve, sikurse që lutim me na ruaj nga sherrri i gjinëve dhe shejtanëve dëshëm. Me ka që japën fund Zotë Gjellera i shpëllet, o sallallahu ala Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallam, taslimen këthira.